A.S. po vazhdon me thirr popullin e tij me butësi dhe jo me vrashtësi. Ndërsa butësia është rruga e suksesit. Butësia është çelësi i suksesit. Butësia është çelësi por mi përfitu njerëzit e tjerë. Të gjithë ata të cilët kanë thirrur në fe me butësi, me urtësi, e kanë përfitu zemrën e njerëzve. Kjo është urdhër prej anës së Allahut subhanahu wa taala, që mi thirr njerëzit me fjalë të mira, me fjalë të bukura, me urtësi. Thot Allahu në Kur'an: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan." Ti o Muhammed, thirr për në rrugën e Allahut me urtësi dhe këshilla të bukura, dhe polemizo me ta, polemizo dhe debato me kundërshtarët në mënyrën që është më e mira. Këtë pejgamberët e kanë pas këtë moto. Këtë pejgamberët e Allahut kanë thirr rrugën e Allahut me urtësi, kanë thirr me këshilla të mira dhe me këshilla të bukura. Këtë pejgamberët e Allahut kanë qenë të butë në thirrje. I kanë thirr njerëzit në mënyrën më të mirë të mundshme. Në fakt, kjo duhet të jetë edhe thirrja e të gjithë dietarëve, e të gjithë hoxhallarëve, e të gjithë misionarëve. I thirr njerëzit me butësi dhe me fjalë të mira. Nuhu a.s. është përmbajtur programit të treguar nga ana e Allahut. Pastaj i doronte ata. U përgjigjej pyetjeve të tyre, debatonte me ata me durim dhe me moral. Se dush me pas sabër të madh, durim të madh. Ti me vitet të tëra mi thirr njerëz